Hetimet për shpërthimin me tritol në banisën e deputetit të Partisë Demokratike Xhelal Mziu vijojnë, ndërsa Replik ka siguruar një video ku shfaqet personi i dyshuar për vendosjen e lëndës shpërthyese. Pamjet janë marrë nga kamerat e sigurisë së banesave përreth, të cilat kanë fiksuar lëvizjet e individit në orët e natës. Sipas burimeve hetimore, dyshohet se i njëjti person mund të jetë i përfshirë dhe në shpërthimin tjetër me tritol të ndodhur në një lokal në Kamës. Hetuesit po krahasojnë të dhënat dhe lëvizjet e autorit të mundshëm për të verifikuar lidhjen mes dy ngjarjeve. Shpërthimi në vilën e deputetit Xhelal Mziu u regjistrua rreth orës 1 të natës të datës 19 shtator, duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Vila Dykaçe, e rrethuar me mur dhe kangjella, ndodhet brenda një kompleksi banesash ku jetojnë dhe familjarë të tij. Ngjarja e dytë, shpërthimi në restorantit Perla e Detit, ndodhi më 15 nëntor dhe u zbardh një ditë më pas nga policia. Në kuadër të hetimeve janë arrestuar 3 persona, ish efektivi Jeton Lami, Florin Domi dhe Flogert Mëzhika, ndërkohë në kërkim vijojnë Ervis Lami, një person me precedent të mëparshëm penal, si dhe një tjetër shtetas, identiteti i cilit nuk është bërë publik. Hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar, si dhe për zbardhjen e motivit, vijojnë ende.